Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain wa man tabi'ahu ila yawmiddin. Të nderuara motra dhe të nderuar shikues. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe begatia e Allahut qoftë mbi të gjithë ju. Ju uroj nga zemra për hajër muajin e begatë të Ramazanit dhe Allahu i madhëruar në këtë udhtim të këtij muaji të begatë të na mundsoj që të dalim të devotshëm dhe të na mundësoj që të jemi prej atyre që do fitojmë xhenetin Firdeus. Nuk ka dyshim se gruaja ka një rol të rëndësishëm në shoqëri. Ajo është thesari i çmuar dhe ajo është themeli i shoqërisë. Baza kryesore në të cilën rritet familja dhe zhvillohet shoqëria. Allahu i madhëruar për rolin e saj na ka treguar në Kur'anin Kerim një ajet fisnik duke na thënë: El mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Në të vërtetë besimtarët dhe besimtaret janë miq të njëri tjetrit. Urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Në këtë ajet fisnik, Allahu i madhëruar e vendos pozicionin dhe rolin e gruas në krah të burrit, në ndërtimin e një shoqërie me baza të shëndosha, ku të dy janë pjesëtar për të cilët për të urdhëruar drejt së mirës dhe për të urdhëruar drejt ndalimit nga gjërat e ndaluara. Pikërisht, vjen muaji i Ramazanit për t'i dhënë një dimension dhe një rol të rëndësishëm dhe një pozitë të veçantë gruas në familje dhe pastaj në shoqëri. Allahu i madhëruar e ka bërë gruan që të jetë një prej organizatoreve kryesore në familje. Pikërisht, në muajin e Ramazanit, është ajo e para e cila organizon sofrën e iftarit, organizon familjen, përkujdeset për ta. Dhe pikërisht është gruaja ajo e cila e ka peshën më kryesore në familje, e sidomos në muajin e Ramazanit. Allahu i madhëruar e ka bërë që gruaja të jetë prej atyre personave të rëndësishëm në familje, në mënyrë që përkujdesi i saj të reflektojë tek fëmijët, qetësia e saj të reflektojë tek fëmijët, urtësia e saj të reflektojë tek fëmijët dhe tek familja. Shpesh herë, në ajetet e shumta të Kuranit, neve gjejmë atë qetësinë shpirtërore kur i lexojmë ato. Pikërisht, Allahu i madhëruar ka treguar duke na thënë në një ajet Kurani: "Waj'alu buyutakum qibla", dhe bëjeni shtëpiat e juaja vend adhurimi. E kush më mirë se sa gruaja mund ta zbatojë këtë ajet Kuranit? Është ajo e cila me qetësinë, me dashurinë e saj, e bën që familja e saj t'i përjetojë këto vlera të edukimit shpirtëror, këto vlera të moralit, të cila janë pikërisht vlerat të cilat feja islame e ka ngritur gruan dhe në bazë të saj e ngren dhe familjen dhe ngren edhe me bazat të saj ngren dhe shoqërinë. Pikërisht vjen muaji i Ramazanit, ku është një shkollë edukimi, e cila na tregon se gruaja ka rolin kryesor. Ajo është ajo e cila edukon mendjen e fëmijëve me ushqimin e dijes. Pikërisht është nëna ajo e cila i jep dashurinë e zemrës të pakufizuar për fëmijën e saj. Është pikërisht nëna e cila përkujdeset për trupin, për t'i ushqyer dhe për t'i dhënë për të pirë fëmijëve familjes së saj. Të tre këto komponentë, në muajin e Ramazanit, gruaja i vendos në pikat kryesore të programit të saj. Pra në muajin e Ramazanit, gruaja duhet vendosi një program ditor se si do ta mbushi ditën e saj me mirësi për të fituar shpërblim tek vetja e saj, tek Allahu i madhruar dhe njëkohësisht për ta mbushur ditën e Ramazanit me plot sevape edhe për familjen e saj. Gjëja kryesore me të cilën i këshilloj motrat është pikërisht niyeti. Çdo nën lodhet në familjen e saj
duke u përkujdesur për bashkëshortin, duke u përkujdesur për fëmijët e saj. Prandaj, kryesorja është njeti. Çdo kush nga neve le ta bëjë njetin që çdo gjë, çdo vepër që do ta punoj në shtëpinë e saj, apo çdo vepër të mirë që do ta bëj jashtë shtëpisë së saj, ta bëj për hatër të Zotit të Madhëruar. Pasi me të vërtet, çdo njet që bëhet për hatër të Zotit të Madhëruar, mbjell në zemrën e çdo njerit një paqe shpirtërore, e cila përcillet edhe në familje. Pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam e ka vlerësuar rolin e saj duke na treguar. Nëse gruaja i fal 5 vaktet e namazit, nëse gruaja e agjeron muajin e Ramazanit, nëse gruaja e ruan nderin e saj, nëse gruaja i bindet bashkëshortit të saj, në të vërtet të gjitha dyert e xhenetit hapen për të. Subhanallahu, çfarë premtimi i bukur. Pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam e ka vlerësuar në këtë lloj grade shërbimin e gruas në familje me bashkëshortin e saj. Shqetësimi për bindje në këtë hadith nuk është bindja e verbale ndaj bashkëshortit, jo, përkundrazi, është respekti, dashuria dhe harmonia dhe bashkëpunimi familjar midis çiftit, e cila reflekton edhe pasaj tek fëmijët e tyre. Bashkëshortja në familje mund të organizojë shumë bukur kohën e saj me fëmijët e saj, se si mundet t'i mësoj një hadith prej haditheve të pejgamberit, se si mundet të mësoj një dua prej duave të Kuranit apo të haditheve të pejgamberit fëmijëve të saj. Ajo e din vetë se si mund ta organizojë, ose një kohë përpara, një orë përpara iftarit, para se të çelet iftari, ose mbasi të kthehen fëmijët e saj në shkollë. S'ka shembull më të bukur kur fëmia e shikon në nënën e saj duke u falur dhe vepron edhe ai këtë gjë. Pra shembulli praktik është bindja më e madhe, formimi i karakterit më të madh tek fëmia dhe në familje. Gjithashtu pejgamberi Muhammed alayhis salatu wassalam, duke na treguar për rolin e gruas në familje, na ka treguar se në të vërtetë të gjitha punët që i bën gruaja në shtëpi e ka shpërblimin sa ato që i bën burrat kur shkojnë në xhihad, atë shpërblim ka dhe gruaja kur i bën punët e shtëpisë. Pra çdo punë që neve bëjmë në familjet tona, çdo punë sado e vogël, nëse do bëhet me niyetin për hatër të Allahut, neve do të kemi marrë shpërblimin e xhihadit, ashtu si bashkëshortët apo burrat shkojnë në xhihad për të luftuar. Kjo është një përgëzim nga ana e pejgamberit Muhammed alayhis salatu wassalam. Prandaj në këtë muaj të begatë, muaj të Ramazanit, gjej rastin që ti motivoj të gjitha motrat, të cilat i kanë të angazhuar veten e tyre, qoftë në punët e shtëpisë, po ka prej atyre që janë edhe punojnë edhe jashtë punëve të shtëpisë. Juve keni shpërblimin tek Allahu i të Madhëruar shumë fish. Dhe kjo gjë na bën që ta përgëzojmë këtë muaj të begatë që na ka ardhur, muajin e Ramazanit, në mënyrë që edhe sevapet tona të lartësohen tek Allahu i Madhërueshëm. Një mesazh doja të përcjellja për të gjithë ju, lut Allahun e Madhërueshëm ta shfrytëzojmë kohën dhe të preokupohemi se këto ditë të Ramazanit nuk kthehen më. Kjo vjen një muaj vetëm një herë në vit. Le të jetë ky muaj i begat për të gjithë nënat, për të gjithë motrat, për të gjithë besimtarët kudo që janë, dhe Allahu i Madhërueshëm na e bëft që mbyllja e jon të jetë xheneti dhe përgëzimi jon i këtij Ramazanit të jetë me bajram. Inshallah Allahu na e pranoft agjërimin e këtij Ramazani dhe Allahu na e pranoft të gjitha veprat tona të mira. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.